Përshëndetje shikues të nderuar, në vazhdim ju pret magazina informative 21 drejt për drejt. Kompania për furnizimin me energji elektrike në Kosovë thot se në mungesë të prodhimit vendor të energjisë elektrike e gjithë sasia do të mbulohet nga importi. Deputetja e LDK-s Hykmete Bajrami i ka bërë thirrje prokurorisë të nisë hetimet për siç ka thënë për mafinë energjetike, duke ofruar shënimet se Kosova që nga e enjtja ka importuar gjysmën e energjisë që e shpenzon. Gjendja me energjinë elektrike në Kosovë është vështirësuar dhe kompania për furnizimin me energji elektrike KESCO ka njoftuar për një mungesë të theksuar të prodhimit vendor të energjisë elektrike që pritet të ndodhë të shtunën dhe në ditët në vijim. KESCO thot se gjithë sasia e energjisë elektrike për konsumatorët në Kosovë do duhet të mbulohet përmes importit. Pavarësisht sfidave të mëdha logjistike dhe kostos së lartë të energjisë në tregjet ndërkombëtare, KESCO është duke ndërmarrë të gjitha përpjekjet për të siguruar furnizimin e nevojshëm dhe për të garantuar qëndrueshmëri në sistem. Megjithatë, importimi i një sasie kaq të madhe paraqet vështirësi të konsiderueshme si nga aspekti teknik, ashtu edhe ai financiar. KESCO ka bërë thirrje për kursim të menjëhershëm të energjisë elektrike duke vlerësuar se kjo do të ndihmonte në si thot ruajtjen e stabilitetit të furnizimit dhe në zvoglimin e kostos së përgjithshme që në të kundërtën do të rëndonte mbi të gjithë. Vështirësitë me energjinë elektrike dhe paralajmërimet për shpenzime të mëdha kanë ngritur shqetësimet për keq menaxhim dhe shpërdorime. Deputetja e LDK-s Hykmete Bajrami ka publikuar shifra shqetësuese të importit të rrymës që prej ditës së enjte, që sipas saj janë sa 2 fishi i prodhimit aktual vendor. Bajrami ka ngritur shqetësim se sipas saj kështu lulëzon mafia energjetike, duke e bërë me dije se si thot tregtarët e energjisë ku ka përfshirë kompaninë NOA dhe EFT të Vuk Hamoviqit janë përfituesit më të mëdhenj nga kjo gjendje. Këto janë para tona që paguhen çdo ditë për paaftësinë ose korrupsionin në Ministrinë e Ekonomisë, KEK, ZRE dhe KOST. Njerëz të vendosur në këto institucione nga vetkurti apo lëvizja vetvendosje, me ose pa vedije po punojnë në interesin e mafisë energjetike dhe zbrazjes së xhepave të qytetarëve. Prokuroria duhet të fillojë menjëherë hetimet për mafinë energjetike. Problemet me rrymën vinë në një kohë kur zyra e rregullatorit ka vendosur ta liberalizojë tregun e energjisë duke nxitur protestat e mbi 1300 ndërmarrjeve dhe prodhuesve të Kosovës që u ankuan për çmime të larta dhe pamundësi të vazhdimit të punës. Pak muaj më parë, po kjo zyrë vendosi të rrisë çmimin e energjisë për 16.1% për të gjithë konsumatorët, duke nxitur një zinxhir të rritjes së çmimeve në tregun e Kosovës. Kosova ka 2 termocentrale të saj që datojnë nga mesi i shekullit kaluar dhe me ardhje në qeveri të kryeministrit Kurti anuloi një kontratë për ndërtimin e një termocentrali të ri me një kompani amerikane. Qeveria nuk e mori parasysh as lidhjen me tubacionin e gazit me Selanikun, një projekt po ashtu amerikan. Korporata energjetike e Kosovës ka dalë me një sqarim të gjatë pasi KESCO ka njoftuar se nga nesër dhe ditët në vazhdim do t'i duhet të importojë energjinë elektrike, me që KEKU s'do të prodhojë fare energji elektrike. Siç pretendon KEKU, në njoftim operimi i njësive po vazhdon normalisht dhe se s'ka kolaps prodhimi, ndërkohë që në vazhdim të njoftimit tregon për një varg problemesh me të cilat është duke u përballuar, duke thënë se Kosova A dhe Kosova B janë të stërvjetruara dhe se po përballen me probleme teknike të paplanifikuara. Korporata energjetike e Kosovës bën me dije se njësia A3 është kthyer në operim, tregojnë se njësia B1 është jashtë funksionit dhe parashihet të rikthehet brenda 48 orëve, derisa është duke u punuar po ashtu për rikthimin e njësive të tjera të termocentralit Kosova A në ditët në vijim. Edhe pse dje nuk është bërë nominimi për furnizim me energji, kjo është pasojë e pasigurisë së lartë teknike dhe kushteve që e bënin rikthimin e njësisë A3 pothuajse të pamundur. Fal ndërhyrjes së menjëhershme dhe të pandërprerë të stafit teknik, kjo njësi është rikthyer sot në operim dhe është në prodhim të rregullt. Ndërsa për njësinë B1 thonë se nuk është nominuar për shkak të vështirësive teknike që lidhen me rritjen e humbjeve të ujit në kaldaj, rrjedhjet e avullit në sistemin e gypave dhe sinjalizimin e një defekti në filtrin elektrik.
Pavarësisht përpjekjeve maksimale për ta mbajtur në operim, dalja e saj është planifikuar të ndodhë në orët e para të mëngjesit të 21 qershorit, me qëllim të evitimit të ndonjë avarie më të madhe apo të paparashikueshme që mund të cënonte sigurinë teknike të njësisë dhe sistemit në tërësi. Keku konfirmon se është duke angazhuar të gjitha kapacitetet për sanimin e situatës dhe rikthimin e njësisë B1 në operim brenda afatit të parashikuar prej 48 orësh, në varësi të shkallës së dëmtimeve të gypave që duhet zëvendësohen në Kaldaj. Çmimet e produkteve të ndryshme ushqimore kanë pësuar ngritje të fundit së fundmi në Kosovë. Qytetarët ankohen se në tregun e gjelbër në kryeqytet, çmimet e perimeve dhe pemëve janë ngritur dukshëm. Edhe sipas raportit të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, një muaj para se rrymat shtrejtohet, konkretisht në muajin prill 2025, çmimet e konsumit u rritën në një mesatare rreth 3%, duke rënduar kështu buxhetin familjar, veçanërisht për konsumatorët. Çmimi i rrymës nga muaji maj është ngritur 16.1%. Perimet që të është në liruë, po tjera çmime po i hypin këta si mastekeve të veta. Pse se inë të juta janë. U hyp shruja 15%, çmimet i fluturisin 20, 30, 50%. Qysh ndikon, gjithkon në të ndikua. Çmimet i kje, katastrofë i kje. Sa të duesh këtu, kush si kontrollo? Kush si kontrollo këtu? Sa të duhen të rritin çmimet, sa të duhen si mastekeve të veta. As ko inspekcion, as ko kur gjithë del ku me i kontrollu kur. Shkoni në për restoranta këtërni, e keni po. I kanë hyp një shish uj, që një qësë shish uj të ka bo 1 euro, gjysë 2 euro, e merë 10 cent, 15 cent. Su vjetur për i bëcmi që janë të bon këta. Këta me jo veç me të çmime, me tonat zezat janë të bon, e kanë bon Prishtinën, Kosovë me tonat. Këqyni me ndërtime, këqyni me kerre, këqyni me trotuare, që i kanë fshirë, këqyni a me qanë, a me tonat zezat të bon Prishtina. Tonat zezat të janë bon. Kush s'del me punu, kush këta matrapast. Kjo Kosova bon plaqk e partive politike e grupe mafioze. Plaqku bon kjo, qashtu, ka shkaj çmime të i rritë. Aty ka zanal, rojë po që s'pe kemi pore, e që t'ka liqë, aty me zë ketë. A? Zada ugë. Market, ma lirë po thu. Po, ja ka njëzve që rritjet pak, që penzioni, që gjithkon ndikon po badjava, s'pa marim veç ta, kanë probleme tjera. Prej pazarit po vinë taze, market po shumë 3-4 ditë vonë. A kështu ma mirë këtu, edhe po zgjedhë të fare dush. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare po vazhdojnë të jenë temë diskutimi në skenën politike dhe analitike. Në LDK shprehen të gatshëm për zgjedhjet parakoshme, ndonse jo zgjidhja më e duhur. Deputeti i LDK Salman Zoga i tha për Radio Televizionin 21 se në rast se shkohet në zgjedhjet parakoshme, LDK-ja do të shënojë rezultat edhe më të mirë se sa në zgjedhjet e 9 shkurtit. Sipas sondazhit, LDK-ja do t'i merrte 16.8% të votave më pak se sa në zgjedhjet e 9 shkurtit. Por, sipas deputetit të LDK Zogaj, ky rezultat nuk është real. Pavarësisht se jemi kundër zgjedhjeve të shpejta, sepse konsiderojmë që janë të dëmshme për vendin, përgjithësi, për ekonominë dhe zgjedhjet i kemi kryer 3 muaj përpara, ne gjithmonë jemi të gatshëm për zgjedhje. Në fakt ne edhe jemi duke u përgatitur për zgjedhjet lokale të tetorit, por jemi të gatshëm gjithmonë edhe për zgjedhjet e përgjithshme të vendit. Por konsiderojmë që modeli që ne kemi propozuar, e që është qeveria gjithëpërfshirëse e unitetit deri në zgjedhjet e vitit 2026, pra në pranverë, kur vije edhe koha e zgjedhjes së presidentit, është alternativa më e mirë për momentin. Po shihet qartë azi ne kemi rritje të vazhdueshme, disponimi rreth LDK-s është pozitiv, në vazhdimsi jemi duke u rritur, këtë e tregojnë krejt sondazhet që ne marrim. Pra trendi ynë i rritjes është pozitiv dhe jemi shumë të lumtur me këtë gjë. Një sondazh që është publikuar mbrëm thuhet që nëse zgjedhjet do të mbaheshin në qershor këtë diel, LDK-ja do të marrë 16.8%. E pam sondazhin, nuk do ta kisha komentuar shumë. Aty nuk janë të përfshime as votat e diasporës, as disponimi
në përgjithësi, andaj edhe me gjatë skandale ato rezultate, të cilat nuk duket të jenë shumë reale. Do të kemi rezultat më të mirë se sa që kemi pas në shkurtin e këtij viti. Edhe lëvizja vetëvendosje pret rezultat edhe më të mirë se ai 9 shkurtit në rast se vendi shkon në zgjedhjet e parakohshme parlamentare si shkak i mosarritjes së një zgjidhje për blokadën e krijuar në kuvend. Deputeti i kësaj partie Artan Abrashi tha për radio televizionin 1 se zgjedhjet janë opsioni i fundit për lëvizjen vetëvendosje, por sipas tij të gjitha sondazhet tregojnë që lëvizja vetëvendosje do t'i shkallmoj partitë e deri tashme opozitare nëse shkohet në zgjedhje të reja. Lëvizja vetëvendosje do të jetë fituesja e pakontestueshme e zgjedhjeve eventuale nëse do të mbahen në Kosovë. Pra po e them edhe një herë që vlen më theksu shumë. Kjo nuk është ajo çka dëshirojmë ne, sepse nuk ka pak muaj që ne dolim nga një proces zgjedhor dhe se nuk e kuptojmë arsyeën pse po bëhet një blokadë ku realisht është dashur të jetë rrjedhë normale e funksionimit të institucionit që ka të bëjë me zgjedhjen e organeve përfaqësuese, sikurse që është kryesia e kuvendit. Andaj, po në fund të fundit nuk kemi që të bëjmë, ne nuk kemi asnjë lloj mekanizëm për ta vetëdijsu, për me kthjellë këtë opozitë destruktive, edhe vetmja mënyrë na mbetet vota lirë dhe demokratike. Uroj që nuk do të vijë puna deri këtu, mirë po nëse vije, ne jemi të gatshëm për të hyrë kësaj gare dhe për ta dalë shumë më mirë se sa që kemi dalë me non shkurt. Po, një sondazh së fundmi në media është publikuar ku do thotë lëvizja vetëvendosje e rendit me një rezultat prej 37.3%. Si komentoni këtë sondazh të publikuar mbrëm? Po, varet nga çfarë këndvështrimi e sheh. Në rast se shtojmë ne nga këndvështrimi dashakesh opozitor, atëherë kufizohemi në numrat të cilët e projektojnë në rami, mirë po nëse shohim për shembull në përbërjet e atij sondazhit, aty del që lëvizja vetëvendosje i merr 50 deputetë ndërruar, që do të thotë është rritje. Prandaj, gjitha projeksionet, jo vetëm ky sondazh, por gjitha sondazhet të tjera, të cilat e reflektojnë disponimin e qytetarëve ose matjen e opinionit publik, thotë që lëvizja vetëvendosje do t'i shkallmoj partitë opozitare në rast të zgjedhjeve opozitare. Kjo nuk do të ishte sigurisht synimi jonë me dëmtu pluralizmin në Kosovë, mirë po qytetarët janë të interesuar për zgjidhjen e problemeve të tyre dhe jo për këtë arrogancë dhe kokforci të partive të cilat i ka kap sikleti apo kompleksi inferioritetit. Kryetari i AAK-s Ramush Haradinaj ka thënë se kriza politike për formimin e institucioneve është si pasojë e qasjes së kryetarit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Sipas tij, kjo që po ndodh me vendin shkakton pasoja të rënda. Në një intervistë për radio televizionin 21, Haradinaj tha se nuk do të lejojnë që Kurti dhe bashkëpartiakët e tij të bëjnë hajgare me vendin. Kryetari i AAK-s Ramush Haradinaj nuk ka përjashtuar edhe aksione simbolike ndaj Kurtit. Me Haradinaj bisedoi Burim Zariqi. Kryetar, kemi një dështim të radhës për konstituimin e kuvendit. Në këtë pikë që gjendet Kosova sa i përket blokadës politike, ju si shihni rolin tuaj për zgjidhjet e kësaj? Pari besoj që është mirë me ja drejtue gishtin atij që o ka bën pen Kosovën. Po duhet me ja drejtu gishtin, duhet me janë gjitë emrin e mbi emrin kësaj gjendje. Emri mbi emrin kësaj krize është Albin Kurti. Është mashtruesi. Thonë edhe unë nuk jam i befasu. Unë i kam prit gjitha të këqijat për i ti, se e dini që e kam dhonë vlerësimin tim, po kjo që po ndodhë është tepru, pra ka shkon shumë gjatë. Ne nuk është mirë në pakufi me leju këtë njeri, me mbajt Kosovën kështu. Pa do të shqytojmë gjitha mundësit, si me detyru mashtruesin, saj prej përgjithësisë, ose prej vetdijes, ose ndërdijes ti, nuk bën diçka të mirë, po si me afro punën ti njeriu që me vepruna do të shqytojmë këtë mundësit. Po, cilat mund t'jenë mundësit që do t'i shqyrtonit? Sepse nuk ka edhe një shumicë tjetër parlamentare të konsoliduar, ka kërkesa, ka kurzime, edhe ndër partitë e tjera të opozitës. Është këtë ndryshe gjendje. Shpari ne kemi shpesu që këtë do të gjithë përputhje me kushtetutën tonë, mundësit që na jep kushtetuta, në këtë rast që është edhe ju kemi adresu dhe gjykatës. Nëse mbeshim pa zgjidhje nga gjykata, nëse vazhdojnë këtë gjendje, nuk është mirë me arë në parlament
thush që s'po ndodha gjë. Pra, ne duhet me reflektu këtë gjendje. Çfarë do forme, çfarë do mënyrë, edhe ne, edhe qytetarët, edhe populli, s'është mirë me lënë pa kufi një gjendje të tillë. E kemi mënyrë edhe ne me janë gji jetën mashtruesit. Ai po janë gjin jetën Kosovës. Mënyrën më të poshtë të mëshme. Mos harrojmë na nuk kemi dele, as bakti. Ky është veni ynë, i kemi drejt atë gjë. Edhe ne kemi mënyra me janë gji jetën ti njeriu edhe këtyre njerëzve që po janë gjin jetën Kosovës. E na duhet me kalu edhe në etapa tjera, me ballafaque, me pa ky që s'mundet me enë Kosovën pa kufi. I kemi numër që kemi numër, që ka lidhje, a i kemi numër atë jo. Po që dura duhet kalojnë. Le të zgjidhet kryetarja ose kryetari i parlamentit. Ne kemi dhënë 6 vota për kryetar parlamentit bashkues. Nëse i ka numër të ta bën qeverinë, nëse si ka kalon të tjerë që po thojmë që si ka numër, nëse edhe ata që kanë opozita, shkojmë zgjidhje. Po dihet çka po ndodh, po jo në një gjendje si kjo. Kjo është më e keqja më ishme që është do ja bë vendin mashtruesi. Edhe unë kom treguar më herët që ai nuk i bën vepra të mira Kosovës, ai punon kundër Kosovës që lutë. Kjo rrethon apo kjo gjendje aktuale është një farë lloj tendence që qëllimshme për të mbajtur zgjedhjet lokale me ato të jashtëzakonshme parlamentare? Është aluduar një skenari i tillë? Këta e bën si thot populli për me shpëtu vetën, po s'po guxojmë i përdorat fjalën me shpëtu të vetën. Pse? Ky e ka marrë të poshtë në votë, i ka pas 10% më pak se herën tjetër, vetë deputet më pak. Ky është që po shkon të poshtë. E vetëm mënyrë me mbet dikushi, është duke mbajtur situatën peng. Si hapet procesi, ky ik më. Tani jemi peng i këtij se ky po don me çdo kush me mbet kryetar qeverie. Pa ky ka dhënë betimin si deputet e vazhdon me qenë kryetar qeverie jashtëligjshëm. Pra jemi pengi një njeriu, besoni, nuk e thëmë këta edhe në kalumin, kër i të mdojnë vlerësimet e mija. E di se plot njerëz kanë pas dilemat e vetë, ose se më kanë vlerësu, ashtu. Po shifne, ky njeri e ka në dorë sot, me pas në gjerë Avni Doharin, këtë plakun që u hesë se ancën ishtë votu. Saranda ishtë votu. Lauku, ai që ka qenë ishtë votu sot. Shqipja, e ndoshta edhe një tjetër. Ky njeri ka qëllimshme, çdo gjë, i hakmerët Kosovës, kjo urren Kosovën. Po thoni që Albulena Agjiu është propozuar qëllimisht duke e ditur se ju keni pas kritika ndaj saj për gjuhën, siç keni thënë për qarse. Është mjaft e saktë kjo, ne kemi thënë nuk votojmë antarët kabinetit, ministra të qeverisë Kurti, për shkak se janë me skandale. Nuk i votojmë tani, që kanë bërë kaq shumë skandale, kaq shumë korrupsion. Si votohet kryetari i parlamentit, ministra e drejtësisë që ka sulmu prokurorin, i cili e ka arrestu një hajnë. Kush e bën këto? Kush është ai njeri normal, që jep vot një ministër drejtësisë, e cila duke qenë ministër drejtësisë ka sulmu prokurorin, sepse prokurori e ka arrestu një hajnë, ose disa hajna. Këto janë serioze këto situata që po flasim ne, le të na jep një njeri që s'ka situata të tilla, t'ja votojmë. A keni, zotja Haradina, ju si kryetar i AK-s, keni pas një partner paraprakisht para zgjedhjeve, keni ndarë rrugët për shkak qëndrimeve të zotit Limaj, siç keni thënë edhe ju, i cili ka shprehur gatishmëri që të bashkëpunojë me vetëvendosjen dhe gjë që është kundërshtuar nga jo po ashtu. Keni negociata aktuale të cilat dhënë shpresë se mund të dalim nga kjo blokadë me subjektet për një shumicë? Opozita e kryen punën e vet në momentin që ky që e mban peng procesin, çel rrugë. E kryen në dy mënyra. Ose e bën shumicën, e krijon qeverinë, ose dështon dhe shkojmë zgjedhje. Pra nuk është problemi të opozita. As një problem, opozita e mahershme se ka. As një pengesë nuk e bën opozita. Ky le ta kalon kryeparlamentarin, pa le të votohet. Kryeparlamentari sot Avni Doharin e kishin votu. Ose Laukun, ose Sarandën, ose Shqipen. I pas të një shtu numrat. Po ja, 4 janë, e ta zgjidhje si të votan. Sot e kishim votu, kish fillu 15 diçi i qeverisë, nëse i ka numër, le ta bën qeveri. Nëse jo kalon te i dyti, në të rast të opozita, edhe opozita nëse si ka, punë e madhe, shkojmë zgjedhje, dihet çka po ndodh. Po kështu me mbajt vendin, me bëj gare, më mbledh çdo 2 ditë, kjo nuk mund të më shku kështu.
Zoti Kurti ju ka akuzuar për shkelje ligjore kushtetuese në momentin që po venin kuvend si deputet dhe s'po votoni. Që përgjegjësia i bjen atij që ka marrë ma shumë votë dhe ka të drejtën e kandidimit. Ai nuk po din me e bo votën, ose nuk po don, ai qëllimisht po don, me e bo votën për kryetar, për shembull. Edhe ne ju them, mas 2 dite, le të ndrohet kandidati, ne votojmë. Nuk mujë me votu kryetar parlamenti, një ish-ministër drejtësisë, e cila ka sulmu prokurorin kur ka arrestu hajnat. Nuk ndohë kërkon botë kjo, nëse e bojmë të ne jemi vërtet kundër shqit ligjor. A i ka ish opozita numrat në rastin kur thatë që le ta provoj Kurti nëse dështon jemi në radhna? Nuk ka rëndësi. Edhe kjo një farloj shprese nëse mund të zgjidhet në të ardhmen kjo blokad. S'ka rëndësi. Kosova është e qytetarëve vetë. Zoti Krasniqi i PDK-s, kryetari i PDK-s, tha që le t'i siguroj 19 vota LDK-ja, unë i bëj votat të tjera, duke ju përfshirë edhe juve. Jeni të gatshëm për një formulë të tillë? Me 61 numra të thjeshtë? Ping-pongun mes opozitës, ne jemi të bllokuar se s'kem kryetar kuvendi. Jemi bllokuar se Kurti e ka bllokuar kuvendin dhe Kosovën. Dhe e ka opcionin me votu nesër. Pra, pas nesër, kur është seanca, mu e voton. Le ta kalojmë te. Pastaj shkojmë te qeveria. Nëse Kurti ka, mashtruesi ka, votat e bën qeverin. Nëse si ka, kalon te opozita. Punë e madhe i ka, si ka opozita. Se Kosova nuk është e vane, as në opozitën, as opozitën është e popullit, është e njerëzve, është e kushtetutës, e ligjeve. Ne gjithë që jemi sot deputet mu i mos me qenë nesër. Le të kalojnë etapat si i takon procedurës, kush i ka e bën. Nëse si ka kurkush, shkojmë zgjedhje. Pra, s'do të mu shqetësu, s'do të mu friksu, s'do të me mbajt peng Kosovën, që si pas ka shky në ume dhe po mbajt peng. Si ki shkon zgjedhje. A është momenti më i favorshëm për të menduar për zgjedhjet e jashtëzakonshme? Ja, nuk janë zgjedhjet fare e qëllimi. Qëllimi është krijimi i institucioneve. Por nëse në krahasim të mbajtjes peng të Kosovës, kështu, apo shkuarjes në zgjedhje, atër do të shkojmë zgjedhje. Por si bindet, zotja Haradinaj, një lider i një subjekti që ka dali pari në zgjedhje për të ndruar kandidatin e tij, të cilën garanton kushtetuta që duhet ta propozoj sipas dëshirës së tij. Çfarë formash mund të përdoren që të bindet ai? A mund të ketë një kompromis, mund të ketë një bisedim, mund të ketë çfarë forma? Ai që nominon në këtë kandidat mundet nga 120 deputetë me zgjedhje që i don. Po nuk po dëshiron zoti Kurti, e ka thënë hapur, nuk lëkundem nga Albulin Haxhiu. Si duhet veprohet? Të presim radhazi kësaj. Ne është mirë me fillu me janë zgjedhjet në pinjere. Pastër. Me fillu me janë zgjedhjet në jabot pamujshme, mbajtjen peng të Kosovës në mënyrën si po e mban. Çaj me shku në qeveri në mënyrë ilegale, pra sa i ka dhënë betimin në parlament. Ma në parlament me bëj gore, me na mbledh çdo 2 ditë. Na duhet me fillu me ja kthyti çështjen njëri, mi thonë ose mundesh në pak kofi me bëj gore me këtë vend. Po mendoni edhe në forma të tjera jo parlamentare, për shembull në një rast protest, aksion simbolik, nuk e përjashton një aksion simbolik. Ato som mirë me lojën e dalë në rrugë. Duhet me ja kthy votë që na i gjujke, duhet me ja kthy gazin që na gjujke, duhet me ja kthy të gjitha, me thonë zotnis mu e man peng vendin. Se nuk është ky vend jetim. O kry detyrat në bazë të kushtetutës, mos ja hup kohën mos na thirr çdo 2 ditë. O ik në rrugë ose ndryshe ta bëjmë qarën, se s'lojmë kështu, se nuk është Kosova jetime, mos harroni. Jemi në një moment. Shqiqoni botin ka ndodhin shumë zhvillime, të shpejta e jo të lehta. Nuk mujmë i doru në pakovi këtë fëmijat kështu, mos sjell me Kosovë. Me kujtu këtë që tona du të me jarë këtu, se këti ju ka tek ashtu. Jemi në një moment të përmendet edhe jo të geopolitikave që një zhvillime dramatike, luftimet Irak-Izrael, kemi thirrje ndërkombëtare për zgjidhje të kësaj blokade. Mos ta vazhdon këtë gjendje kështu, se nuk ka me i shku kështu. Unë po i them seriozisht, po i them edhe atij, edhe asaj kandidatës, edhe aty mos e vazhdoni më kështu, se s'ka me i shku kështu. Keni më ja pasherë, mos pare edhe personalisht. Se nuk lejojmë me bëj gare me vend pa kufi, ball o ball. E keni tepru, nano. O këfjellno, o keni mu pa ta faqu, se është që ka pasë të tjerë si këta, që i kanë kujtu që në pa prekshim që e kanë prek zotin me dorë. Jo po, populli ka do regullat veta. Dhe njerëzit i kanë do regullat veta, i kanë ndryshu gjendjen shumë herë në Kosovë njerëzit. E ndryshojmë edhe me këte.
Kemi thirrjet e ndërkombëtarëve, zoti Haradinaj, që të formohen institucione sa më parë. Ata e quajnë depresive këtë situatë në Kosovë që po ndodh për konstituimin e kuvendit. Sa po humbim karshia aleatëve, e kemi një deklaratë i zotit Trump i cili jep sinjale të qartë se do të merret me Kosovën, problemet e Kosovës me Serbinë. Ndërkohë ne s'kemi institucionet e konsolidume. Nuk është punu fare në siguri. Nuk është punu, nuk jam njeri që du me fol keq për vendin tim. Nuk e shfrytzu 5 vjetë. E kësaj qeveria as për me shtu municionet pakten, me ble municion në rezervë. Ajo nivelli armatimit që po e ekspozohem na në defender është elementar, është bazik, është i vogël. Nuk e ble sistemet, as mbrojtjes kundër ajrore, as sistemet tjera, as sistemet sulmuese. Nuk e në avancu proceset e sigurisht, nuk e në kriju strehimore, dihet që 5 vjetë o ka fole, që 3 vjetë nëse se ke ditë për para, që 3 vjetë ka fillu lufta në Ukrajinë. E ke pa që ka përbojnë këtë vend e vodës, ke mujtë në bo strehimore, shpatën pare me ble raketa, ose nuk në i dhanë raketa, ose në vonë unë, ose nuk në i besun. Kush në ka ndalë në bo strehimore? Strehimore du të një bo edhe për njerës, por edhe për gjera materiale. Për shembull, në rastin do një rreziku, ata që pështojnë, nuk mujnë me hongër ato që janë mi tokë. Kur gjë që janë mi tokë është e pafërdashme, edhe ujë i pafërdashme, edhe ushqimet, edhe ilaqet. Do të me bo objektet posaçme ku ruhen 6 muaj ose 1 vjet, qoftë ushqime, qoftë medikamente, qoftë ujë pa kontaminum, që dikun larg mundet me ndodhë një e keqe. Ju dini Çernobilin, atje ka ndodhur si kanë hongër perimet për disa vjet gjysha e Evropës. Në gjithë këtë situatë, ju lutem shqyqen, në gjithë këtë situatë, sjellja atje njereu ka shkon do të ishte ndryshe si kuna tishim në një situatë normale, si Slovenia, dikura, të tjerë. Amo me këto zhvillime që i ka bota, lasdrimi i këtij nuk do të mu leju në pa kufi. Të kanë pasoja, shqyqeni. A mund tjetë posti presidentit si lloj efekti për këtë blokad, sepse është përmendur që ka pazare për të pas... Kush po ka qef, po mundohet me mshef për problemit. Pse presidenti, na kem presidente, presidenti është në detyrë, o ka kryer punën, derisa t'i vjet dita, ku t'i vjet dita, shohim çka bojmë. Nena duhet qeveria sot, që ka dhënë betimin, një qeveri legale, që ka betimin në parlament, si deputet e shkon punon sekretar qeverie. Lutem, kjo është kundër ligjore që ka ndodhur në Kosovë. Nena duhet qeveria. Kur vjen çështja për zgjedhjet, nëse gjendet zgjedhja mirë, nëse jo prap, le të shkojmë zgjedhje. Ama pse po e mbajmë veten peng për diçka që do të ndodhë vitin që vjen? Ne jemi tash, po na duhet qeveria, duhet buxhet, duhet zhvillime, duhet veprime, duhet me kon dikush i del dikujt përballë në tavolinë e Kosovës, se nuk mundesh me lo vendin kështu. Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Halil Thaçi është kundërpërgjigjur akuzave të kryetarit të AK-s Ramush Haradinaj për shkaktim të krizës politike për shkak të mos formimit të institucioneve të reja. Sipas deputetit Thaçi, në një intervistë për Radio Televizionin 21, partitë e ish opozitës, përfshirë edhe AK-n, janë shkaktarët e blokadës duke mos votuar kandidatin e Lëvizjes Vetëvendosje për kryeparlamentar. Vetë deklarata e zotit Abdizhiku e tregoj shumë qartë se në çfarë presioni e trysnie janë deputet e opozitës në përgjithësi. Ai tha që ne edhe nëse gjykata kushtetuese vendos që të votohet me votim të fshehtë, ne do t'ua tregojmë kamerave se si po votojmë. Pra, ky është një lloj shantazhi që po ju bëhet deputetëve të opozitës dhe e them shumë qartë, mos qofshan në lkurën e atyre deputetëve që shantazhohen prej liderit të tyre. Deron kem disa paralajmërime të zotit Haradinaj, i cili në një intervistë për televizionin ton paralajmëron kundrejt të zotit Kurtit që nëse vazhdon sipas tij ta bllokojë konstituimin e kuvendit, do të ndërmarrë edhe masa të tjera që paralajmëron edhe pasoja. Në fakt, qytetarët e dinë se kush është bllokuesi i vërtet i konstituimit të kuvendit. Bllokuesi i vërtet janë ata që nuk po votojnë. Pra, opozita e vetë zoti Haradinaj me subjektin e tij politik.
ai është hera e 35 nesër që mblidhemi në kuvend dhe opozita së bashku që bën pjesë edhe subjekti i zotit Haradinaj në opozitën nuk po e votojnë konstituimin e kuvendit, nuk po e votojnë as edhe në komisionin për votim të fshetë brenda kuvendit. Prandaj unë i konsideroj që opozita është duke u përgatitur e duke bërë presion që një ditë të mundshme, një ditë që ta formoj apo të bëj koalicion me listën serbe. Pra ta arsyetoj koalicionin me listën serbe duke bërë një presion të tillë. Nuk është gati një bashkëpunim i vetëvendosjes me ndonjë subjekt politik dhe rrjedhimisht kemi një situatë të njëjtë edhe nesër? Ne i kemi ofruar një ofertë serioze për bashkëqeverisje Lidhjes Demokratike të Kosovës, e kanë refuzuar në tërësi, nuk duan bashkëpunim. Dhe jemi këtu ku jemi. Ne si lëvizje vetëvendosje kemi qenë transparent dhe mendojmë që mundemi ta fuzionojmë programin tonë qeverisës me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Ata nuk duan dhe duan blokadë. Pra duan të vazhdoj kjo blokadë përderisa ta shohin si të pavarshme apo mundësinë e koalicionit me listën serbe, bloku opozitar me listën serbe dhe të arsyetohen para qytetarëve sepse ky blok opozitar gjithmonë ka qenë në koalicion me listën serbe. Kryetari Aleancës së Bizneseve Agim Shahini tha për Radio Televizioni 21 se pas një korrikut bizneset e prekura nga vendimi i ZRE-s për tregun e hapur energjetik, do të ballafaqohen me çmim shumë fish më të lartë të faturave të energjisë elektrike. Shahini ngriti alarmin se bizneset kanë nisur reduktimin e numrit të punëtorëve dhe se qeveria në detyrë nuk po ndërmerr as hapin më të vogël që t'ju dalë në ndihmë. Ai paralajmëroi protesta të reja. Shkelzen Lakna bisedoi me zotrin Shahini. Kryetar Shahini tashmë vetë është në fuqi vendimi për liberalizimin e tregut të hapur energjetik, 1300 biznese u prekën nga ky vendim. Çka i pret pas një korrikut? Pas një korrikut i pret që t'ju jenë faturat me çmimet e reja dhe këto do t'janë trefishi i fakturave të vjetra. Pasojat e këtyre vendimeve tashmë janë duke u parë, sipas informacion që posedojmë vesh pothuajse gati 3 kompani janë mbyll ose kanë redukuar punëtorët e vetë për shkak të energjisë elektrike dhe neve kjo është lajm i keq dhe na shqetëson shumë dhe për këtë arsye ne edhe kena protestuar, edhe do të protestojmë në të ardhmen, vetëm që ta ruajmë biznesin, ta ruajmë sektorin privat si fuqi e vetme ekonomike e Kosovës. I pam 2 protesta, po megjithatë asnjë reagim zyrtar ose ndonjë veprim konkret për t'i dalë në ndihmë them bizneset. Çka do të veprojnë më tutje bizneset? Bizneset edhe më tutje jemi në fazën kur ju kemi dhënë afat 10 ditor që institucionet e vendit të reflektojnë. Nëse nuk do të reflektojnë atëre Këshilli Organizativ i protestave, ku përfshihet Aleanca e Biznesit dhe të organizatat të tjera ekonomike, në bazë të kërkesave që do t'i adresojnë bizneset të 1300, ne do të veprojmë. Se a do të veprojmë me protesta në format të ndryshme, me siguri që por do të jemi ata që do të koordinohem me bizneset e Kosovës, çka po kërkojnë, do të koordinohem me policinë e Kosovës dhe gjithçka çka është demokratike ne do t'i shtjerrim mundësitë. Thatë se disa kompani veç e mbyllur, është në ndjeni Ministria e Ekonomisë për këtë çështje? Me siguri që ta e ndjeni para neve dhe nuk është për t'u habitur veprimet që i kanë marrë që nuk do të ketë pasojë negative. Ne po i dim pasojat negative dhe parat ne po qëndrojna si asnjëherë më parë në krye të protestave, vetëm që të alarmojmë publikun se vendimet të ZRE-s për shtrajtimin e energjisë elektrike rreth 300% për sektorin prodhues dhe shërbys është
i madh, i lartë, i papërballueshëm dhe do të ketë pasoja negative dhe ato po duken. Ne biseduam edhe me afaristë të cilët ngritën alarmin se nga ky liberalizim i tregut energjetik do të prekën më së shumti qytetarët e Kosovës. Njëri nga ta mori shembull se një kafe në lagje them rrezikon shkoj deri në 3 euro. Sa shndron kjo si është e paqëndrueshme një kafe të shtrajtohet 3 euro për shkak të energjisë elektrike, sepse atë kafe nuk e prek, nuk i ka 10 milion qarkullim ose nuk i ka 50 punëtor, por dëshira për të fituar i disa biznese ekziston. Ne jemi duke folur për bizneset të qëndrueshme, prodhuese, shërbyese, tregtare, që kanë mbi 10 milion euro qarkullim, që kanë mbi 50 punëtor dhe neve na shqetëson kjo. Përndryshe, kjo protestë nuk është për kafiterit që shesin kafe dhe dojnë me fitue 2-3 euro në kafe, por ne po protestojna për gjitha bizneset e në anën tjetër. Shtrajtimi do t'i prek edhe konsumatorët e gjithë. Jo për shkak se ata do të shesin kafe apo do të bëjnë diçka, por ata do të blejnë shërbim, prodhim, dhe ky prodhim në vjeç do të jetë rreth 35% më i shtrejt nëse ky vendim mbetet fuqi. Po afarisët që po duan të ikin nga Kosova, sa ndikojnë këta në tregun e punës them ose edhe në ekonominë e vendit? Tash ekziston një mundësi tjetër që bizneset e Kosovës edhe vitin e kaluar kanë qenë ata që kanë gjetë treg jashtë Kosovës. Jo për arsye që ka qenë energjia elektrike shtrejt këtu, por për arsye që kanë pas fitim atje më shumë. Tashmë këto biznese edhe janë të kërkuar treg, edhe janë qeverit për rreth Kosovës, janë duke i ftuar këto biznese të fuqishme që të vinë dhe të investojnë atje. Maqedonia dhe Shqipëria janë tregje tepër joshse, po ashtu edhe tregu i Serbisë, i cili i kena disa biznese që janë me priardhje nga lugina e Preshevës dhe ata mund ta bartin prodhimin të shkojnë atje për shkak të mundësive që atje ju ofrojnë mundësi më të mira sa i përket infrastrukturës fizike dhe asaj ligjore. Dhe ne nuk duhet të lejojmë që institucionet tona të marrin veprime kaq të pa llogaritëra mirë për gjithë përfshirjen e bizneseve, që për shkak këtyre pa llogaritjeve të mira të avancojmë një sektor energjetik, të ofrojmë avantazha në kompani elektrike dhe të destabilizojmë rreth 1300 kompani prodhuese shërbyese dhe ato janë baza e ekonomisë së Kosovës, mbi 143.000 të punësuar ose mbi 50% të qarkullimit në Kosovë. E fundit kryetar, kur do të shohim veprimet e ardhshme të qoftë Aleancës së Biznesit dhe odave të tjera ekonomike? Me siguri që javën e ardhshme ne do të marrim vendime për këto veprime dhe me siguri që me kohë do të informojmë edhe mediumet dhe publiket, por protestat nuk do ndalen. Organizata të ndryshme kërkojnë eliminimin e dhunës seksuale në konflikt dhe që rrëfimet e të mbijetuarve duhet dëgjohen ndjehen e përkrahen. Për këtë thuhet se trauma nuk ka skadencë, ashtu si që nuk ka afat dhe kërkesa për drejtësi. Në kuadër të fushatës trauma nuk ka afat, drejtoresha e qendrës kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës Feride Rushiti tha se pasojat e këtij krimi më së miri Kosova arrin t'i shoh që 25 vjet me radhë, me që nuk janë prezent vetëm për të mbijetuarit, por edhe për familjet e tyre. Me zonjën Rushiti bisedoi gazetarja Sofie Rushiti. Seksuale si e tillë e ushtruar në prezencë të familjarëve, mendoj që për vetë dimenzionit individual e shohim dukshëm edhe tek familjarët e tyre. Fatkeqësisht edhe me studime shkencore kemi arrit me pa që elementet traumatike të dhunës seksuale mund të vrenë edhe tek fëmijët që kanë lind nga nënat të cilat kanë qenë parse e simptomeve të ndryshme psikologjike si rezultat të dhunës seksuale dhe këta fëmijë fare pa qenë të atakuar me luftën, këta realisht kanë potencial për të zhvilluar po të njëjtat simptome njësoj si nëna.
Në rrafshin e përgjithshëm mund të them që interpretimet e traumës vijnë në formate të ndryshme, qoftë në aspektin emocional edhe në aspektin e shëndetit, pra kemi diagnoza të caktuara me të cilat ato ballafaqohen edhe luftojnë vazhdimisht për çdo ditë me to. Pastaj kemi në aspektin social, kemi në aspektin ekonomik për faktin që shumë gra edhe burra në momentin kur janë punuar ka përfunduar jeta me ta. Edhe nuk kanë arrit me ndërtu karrierë, nuk kanë arrit me ndërtu familje, nuk kanë arrit me integru, po mbi gjitha që ka paraqet shqetësim për ne, ka raste ku kemi edhe dhunë familje, edhe fatkeqësisht të gra arrin më ballafaqu edhe me efekte sekondare të dhunimit, pra me dhunën familje. Kështu që përtej stigmatizimit, që është një element që ende duhet të trajtohet në nivel të familjes, në nivel të komunitetit, rastet të cilat na vijnë tash si raste të reja, vijnë raste komplet të somatizuara, me dhimbje fizike, me shregullime tensionit, me shregullime gastrointestinale, me probleme diabetit, me probleme zemrën, pasi për vite të tëra këto e kanë internalizu traumën brenda për brenda dhe ky internalizim i ka bërë ato që tani t'jenë raste shumë kritike që duhet edhe një intervenim edhe më i specializuar kërshi kërkesave dhe nevojave që ato kanë në organizatën tonë. Pra trajtimi i vonshëm ose ju i duhur sjell pasoja më të rënda në kushte normale? Trajtimi jo adekuat edhe jo në kohë bartet në përbreza. Pra, përtej që do të punohet me ato direkt, edhe që me kalimin e kohës nëse s'është përpunuar, vjen trauma në formate tjera, realisht dinamika e traumës pastaj qarkullon familje, qarkullon edhe tek fëmijët e tyre dhe pafajsisht ne po e bartim që traumë në përbreza të ri. Kështu që duhet bëhet çmos që të trajtohet trauma primare në atë mënyrë që të ndërprehet bartja e traumës në përgjeneratat që pasojnë brenda. Zonja Feride, rastet e daljeve publike, pranimi që janë viktime dhunës seksuale, javë më pare kishim deklarimin publik të zotit Ramadan Nishori, sa ndikojnë këto deklarime publike tek rastet e tjera, si një lloj frymëzimi ta them? Po, unë dua të dalem fillimisht e Vasfije Krasniqi, e cila ka qenë e para që e ka thyer heqjen edhe e ka zgjuar farë popullatën letargjike në relacion me kulturën paragjykuese që mbizetonte me dhunën seksuale. Historia e saj e ndarë me publikun kosovar, mendoj që i ka bërë gjithë shoqërinë kosovare me zemër të reflektojnë se çfarë ka ndodhur me këto gra dhe burra gjatë luftës, edhe historia e saj më pasaj është kanë histori inspiruese për vjetra e qindra të mbijetuar, përfshirë këtu edhe Ramadan Nishorin, i cili kur e ka dëgjuar Vasin ka marrë zemër edhe ai më ardhi në organizat. Më pasaj historia e Shuretit, e cila nuk e ka ndarë rëpimi, se s'ka qenë edhe secili rast kur përgatitet me dalë në publik, ka një mesazh të caktuar. Për ne, Vasfia ka qenë rast, ka qenë fëmijë, ka qenë një person që ka shku në proceset gjyqësore dhe me sfidat e veta, po mbi gjitha ka pasur një përkraje familjare që kemi dashur me përçuar atë mesazh edhe të familjarët e tjerë se si duhet të përkrahet një mbijetuar me dhunë seksuale. Më pastaj Shureti ka qenë në momenti kur institucionet e Kosovës, prokuroria speciale ka filluar mi bart kompetenca nga EULEX dhe marrë me krimet e luftës, ku shumë gra edhe burra fatkeqësisht kishin dëshmuar qoftë në UNEK, qoftë në EULEX, edhe nuk kishin marrë drejtësi, ishin ndarë të zhgënjura, të frustruara, ishte shumë e vështirë me punu me to dhe me motivu për me hes në këtë rrugtim. Prandaj, dalja e saj publike dhe dorëzimi i rastit të saj në prokurori ishte për t'i treguar grave edhe burrave të tjerë që nëse dëshironi drejtësi, është veni adekuat ku ju do të drejtoni dhe të kërkoni ndihmë, edhe mendoj që kjo simbolik ka pas ndikimin e vet. Më pastaj, dalja e Danit, që e kompleton mozaikun e organizatës, ka qenë pikërisht me 14 prill, ditën memoriale të mbijetuar dhunës seksuale. Histori kjo e cila vjen nga Drenica legjendare, nga Drenica sakrificës, por mbi të gjitha e rëndësishme për ne ka qenë, por edhe për Danin në veçanti, që historia e tij mos vini një histori e viktimizimit, të vini një histori e reziliencës, e forcës, e fuqisë, por edhe me shumë mesazhe mbrapa që burrat, pavarësisht nga vijnë, edhe ata mund të jenë targeti dhunës seksuale në luftë, mirë po do të kërkuar trajtim, do të kërkuar rehabilitim, do të kërkuar njohje ligjore, do të kërkuar drejtësi dhe më së miri këtë e ka thonë Dani. Faji nuk është e ne, faji është ata që kanë ushtruar krimin dhe mbas historisë së tij mendoj që ka pas shumë burra edhe gra, jo vetëm në organizatën tonë, por edhe në organizatat me të cilat bashkëpunojnë, që kanë kërkuar qoftë rehabilitim, qoftë në të hyrë për proceset e tjera. Në momente kur historia bëhet publike, i takon pastaj shoqërisë me gjyku se si dojmë trajtu.
Edhe unë menoj që shoqëria ka reagu maksimalisht pozitivisht në këto storje, dhe të secila storjet me radhë, po historia e Danit ka qenë diçka që realisht një 95%, 97% shoqërisë mendoj që kanë reflektu pozitivisht, që kanë dhënë dashni pa kushte, e kanë bë heroj të gjallë, e kanë bë muni mirë për krejt historinë që ai e kanë dhënë me shoqërinë, çka edhe kanë fuqizuar, edhe Ramadani vazhdon të jetë tash avokus, siç është avokus edhe Vasfia. Ajo sot për shembull do jetë pjesë e një paneli në OKB në New York, ku do të flet për historitë e Kosovës, po do të flet për aktivizmin e saj ndërkombëtar në raport me parandalimin e dhunës seksuale, por edhe pasojat që i bartin të mbjetuarat nëse nuk trajtohen me kohë. Zonja Rushiti, për të mbjetuarit e dhunës seksuale, sfidë mbetet edhe çështja e posedimit të pensionit të dyfisht. Ku jemi në këtë pjesë? A vazhdojnë ende të përballen me këtë problem? Po, vazhdojnë ende të përballen me këtë problem. Si organizat, kur flasim për qasjen e bazuar të të mbjetuarit, gjithmonë do ta kuptojmë që qasja e bazuar të të mbjetuarit nënkupton që ne si organizata gjithmonë duhet të reflektojmë mbi nevojat dhe kërkesat që i kanë të mbjetuarit në raport me ne. Shumë gra të cilat po vinin në moshën 65 vjeçare dhe arrinin në moshën e pensionit të pleqërisë apo kontributënse, e kishin atë dilemën dhe sfidën pasi ligji për pensione jo parandalonte apo i përcaktonte qartë që ato duhet ta zgjidhnin njëri nga pensionet më të pavarshme. Për disa nga ato të cilat se kishin darë historinë traumatike në familje, vinin në organizat pothuajse në një gjendje komplet depresive, edhe me ndjesi suicidale pasi ishte shumë e vështirë në moshën 65 vjeçare, si thonin ato më na marr fytyra edhe me tregu para familjarëve tash cilën pension po dojnë zgjedh. Prandaj gjithë këto kërkesa të grave na kanë bërë me reflektuar dhe me çastin institucioneve drejtësore. Ka shumë padi administrative dhe në mesin e tyre ne kemi përfituar 3 nga ato dhe së fundi janë rreth 20.000 euro që gratë i kanë përfituar nga këto padi, po për te padive që i kemi fitu, unë mendoj është më e rëndësishme praktika që është ndërtuar gjyqësor që kanë shërby edhe gjithë grave dhe burra të tjerë kur të arrin atë moshë me gëzu pensionin. Edhe jo pensionin si viktim, ajo është për sakrificën, për njohjen e dhimbjes që e ke përjetu, por edhe pensionin qoftë ai pleqërisë apo kontribut dhënës, po mendoj që kjo praktikë do i shërbej edhe kategorive të tjera të dola nga lufta, se edhe ata ballafaqohen po me të njëjtë shqetësime, kështu që mbi këto praktika të ndërtuara, mbi këto pendime gjyqësore, mendoj që institucionet i çdoshme mendoj seriozisht që me bëni zgjedhje ligjore e që rastet mos mu ende për proceset gjyqësore, pasi njëra nga ato fatkeqësisht ka vdek këtë proces, i cili zgjati jo më pak se 3 vjet, kështu që uroj dhe shpresoj institucionet ta konsiderojnë ndrime ligjore apo ta rregullojnë me normativa të caktuara që t'ia vlerësojnë të mbjetuara të dhunës seksuale, por edhe kategorive tjerë të dalë nga lufta që t'i kenë edhe pensionin e pleqërisë, po edhe beneficionin që takojnë si rezultat i krimeve të luftës. Kuvendi komunali i Stogut me rastin e 26 vjetorit të çlirimit kësaj komune nga okupatori serb ka mbajtur seancë solemne dhe gjatë ditës janë parapar aktivitetet shumëta në këtë qytet. Në këtë seancë u tha se çlirimi i kësaj komune ishte triumfi i popullit për liri dhe dinjitet. Kryetari i komunës së Stogut, Ilir Ferati, teksa uroi të gjithë qytetarët e kësaj komune për këtë ditë, tha se 20 qershori 1999 mbetet pikë me peshë shekullore për lirinë e vendit. Kryesuesi i Kuvendit Komunal të Stogut Enver Rugova tha se 20 qershori i vitit 99 shënon fundin e një periudhe të errët dhe të dhimbshme për popullin tonë. Mbetet pikë referimi e lirisë për pikë me peshë shekullore e sakrificës. Ne tash kemi vizion qartë sepse kemi motiv. Në pjedestalin më të lartë të Kanarisë qëndrojnë dëshmorët e rënë për liri. Kuptuam se atë ditë fitoi shpresa mbi frikën e qëndresa e popullit tonë të lehtë. Dhe i Stogu i lirë kishte nevojë mandej për angazhim dhe për zhvillim e për ta sjellur ditën ku jemi sot. Liria nuk është mungesë e luftës. Liria është drejtësi, liria është barazi, liria është arsim. Është mundësi dhe është thirrje për të dhënë më shumë. Të mos e prevojmë vetëm nga ajo çka e fituam me plot mund. Sepse sot për atyre që luftuan me dhe pa uniformë, për atyre që ranë ndër shtëpisë e në frontin ushtarak, për gjallëve të cilët nuk u dorëzuan kurrë,
si një nga ju e këtu para jush, ju uroj ditën e shtërimit të historikut. Ky është një moment reflektimi, mirënjohje dhe angazhimi të përbashkët për të ruajtur dhe zhvilluar trashëgiminë e lavdishme që na është lënë nga ata që sakrifikuan gjithçka për lirinë tonë. 20 qershori i vitit 1999 shënon fundin e një periudhe të errët dhe të dhimbshme për popullin tonë. Pas shumë vitesh vuajtjesh, persekutimesh dhe luftimesh, Istogu u çlirua. Ky çlirim nuk ishte vetëm një ngjarje ushtarake, por një triumf i vullnetit të popullit për liri, dinjitet dhe drejtësi. Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit bën të ditur se nesër duke filluar nga ora 10 do të mbahet provimi i maturës shtetërore. Në njoftimin e lëshuar, thuhet se provimi do t'i nënshtrohen 18.800 maturant, kurse rezultatet do të bëhen publike më së largu deri më 30 qershor. Pas kësaj ore nuk do të lejohet hyrja e asnjë personi të pa autorizuar nga mashti deri në përfundimin e testit. Kjo ministri, ndër të tjera, ka treguar se ka angazhuar gjithashtu trupa lëvizëse dhe ekspertë IT-s për të monitoruar nga afër dhe nga distanca mbarvajtjen e procesit. Çdo përpjekje për të dëmtuar apo shkelur rregullat e përcaktuara do të trajtohet me masat menjëhershme ligjore. Naim Murseli, i akuzuar i për vrasjen e bashkëshortes së tij Liridona Ademaj, është shtuar në Institutin e Psikiatrisë Forenzike në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës dhe do të qëndrojë aty edhe për javë të tëra. Kështu ka bërë të ditur drejtori i Institutit të Psikiatrisë Forenzike Shpend Haxhibeqiri, i cili tregoi se Murseli sot është dërguar në klinikën e neurologjisë për kryerjen e ekzaminimeve. Dishëm, është me vendim gjykatës, na vetë punojna me letrat gjykatës, kryt raporte me një vesh krejt. Jo, more, a i shishtrum. Qësa? Po shmonë taj do të marë, po nuk kom e rëndësisi, so a i kom e kon një shtrum edhe jakë të tjera dhe të këshy dherë se të përfundojmë. Krejt, se t'ja bojmë të në analizë, të në specifikacionet edhe që kash. Po, për ekzaminime, si pas procedurave që i kemi shkencore. Po që tjetër. Të nderuar shikues, këtu e përfundoi magazinën informative 21 drejt për drejt. Ju falenderojmë për vëmendje. Mirupafshim.